Pas nisjes së hetimeve në vitin 2021 për lidhjet e Edi Ramës me grupin mafioz Ndrageta, tenderet e oksigjenit jo vetëm nuk u ndalën, por u shumëfishuan, me Besnik Halilin si njeri të besuar dhe ministra të shëndetësisë si ortak të heshtur. Miliona euro qarkullojnë në emër të jetës dhe shkojnë në xhepat e krimit të organizuar. Pas shpërthimit të skandalit për lidhjet e kryeministrit Edi Rama me drejtuesit e grupit mafioz italian Ndrageta, u mendua se do të ndërpritej menjëherë biznesi i tyre në Shqipëri, sidomos tenderet për furnizimin me oksigjen të sistemit shëndetësor në kulmin e pandemisë, por ndodhi e kundërta, lidhjet u thelluan dhe pazari vazhdon akoma sot. Kompania Gazra Teknike Shqiptare SHPK, e cila kontrollohet nga bosët Antonio Gallo, Antonio Speciali e Claudio La Ruza, vazhdon të fitojë tender me 10 milion euro në bashkëpunim të ngushtë me qeverinë Rama dhe Ministrinë e Shëndetësisë. Përfaqësuesi i saj në Shqipëri është Besnik Halili, bashkëshorti i drejtoreshës Luneda Sufali, dikur në drejtim të mbikëqyrjes së lojërave të fatit dhe të shërbimit social shtetëror. Kjo dyshe familjare kontrollon jo vetëm tenderet e oksigjenit në qendrat spitalore dhe spitalet rajonale, por ka ndërthurur edhe rrjet paralel kompanish fiktive të krijuara vetëm për të larë parat dhe shpërndar fitimet e pista. Midis tyre janë Hidroenergy Sotira, Hidroenergia Pulita, Adr Trans, Green Tech, N3H, Messenger Albagaz, Sofigaz, Sapio Produzione Hidrogeno. Hetimet e SPAK në bashkëpunim me BKH dhe prokurorinë italiane nisën zyrtarisht me 25 janar 2021. Me çështje numër 17, më 20 maj 2024, u sekuestruan telefonët, dokumentet, USB-t dhe dosjet e tenderëve nga zyrat e Gazra Teknike. Por siç ndodh shpesh në Shqipëri, më shumë se hetim penal kemi të bëjmë me një operacion fiktiv qetësimit të opinionit publik. Ndërkaq tenderët vijojnë, lidhjet forcohen dhe askush nuk guxon të prek një kompani të lidhur me strukturat më të rrezikshme të krimit të organizuar italian. SPAK-u hesht, Ministria e Shëndetësisë firmos, drejtorët e spitaleve zbatojnë dhe mbi të gjithë Edi Rama e mban gjithçka në mbështetje politike. Kjo është panorama reale e shtetit shqiptar, në të cilën tenderet e oksigjenit janë oksigjeni jetik i mafjes.